Sezoni veror po shoqërohet me kontrolle intensive të bizneseve në qarkun e Fierit. Të dhënat nga Inspektorati i Punës flasin për një tendencë në rritje të punësimeve pa kontratë pune në këtë periudhë, veçanërisht në sektorin e shërbimeve. Sipas shifrave zyrtare të Inspektoriatit në Fier, që nga fillimi i korrikut, nga 30 subjekte të inspektuara, 15 janë gjetur me shkelje. Konkretisht janë gjetur 15 punëmarrës të padeklaruar, të cilët si rezultat të ndërhyrjes së inspektorëve u regjistruan në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre inspektimeve u zhvillua në subjekte që ushtrojnë aktivitet në fushën e hotelerisë, bareve, restoranteve dhe aktiviteteve të tjera të ngjashme. Për shkeljet u konstatuara u morën 15 masa urgjente administrative për pezullimin e punës deri në regjistrimin e punëmarrësve në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Gjithashtu u vendosën 15 masa paralajmëruese dhe 2 masa administrative me gjob në vlerën totale prej 200.000 lekësh për shkelje të legjislacionit të punës që lidhen me punën në ditët e pushimit javor, kryerjen e orëve shtesë dhe shkelje të tjera të dispozitave të kodit të punës. Punësimi i padeklaruar ose mos regjistrimi i punëmarrësve në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, mungesa ose parregullësitë në kontratat individuale të punës, puna jashtë orarit dhe e papaguar janë shkeljet kryesore që punëdhënësit kryejnë gjatë sezonit veror.